Vrasja e çiftit të bashkëshortëve Kreshnik dhe Gentiana Mujeci, mesditën e 26 prillit në fshatin Balldraj të Lezhës, ka rikthyer në vëmendje problemin e gjakmarrjes, një plagë e vjetër për shoqërinë shqiptare. Sipas të dhënave, në qarkun e Lezhës numërohen 36 familje të ngujuara, një pjesë të cilave të ardhura nga zona verilindore. Misionari i pajtimit të gjaqeve, Pjetër Gjoka, thotë se mosveprimi siç duhet i organeve ligjzbatuese ka sjellë këtë situatë mjaft shqetësuese. Ne kemi 36 familje të ngujuara dhe të dëmtuara nga gjakmarrja. Janë një problem jo i vogël për Lezhën. Sigurisht ky kontingjent nuk i takon vetëm Lezhës, po i takon edhe të ardhurave nga gjitha anët dhe po merremi çdo ditë me këtë çështje. Por arsyet pse na ringjallet sot, sigurisht kjo vjen edhe nga mungesa e shtetit ligjor, e institutit të shtetit të drejtës, mosqenia në eficiencë e organeve të drejtësisë, që kemi trashëguar një kolaps në organet e drejtësisë, por edhe me ardhjen e SPAK-ut, përmirësimet janë të pakta, shumë të pakta. Dhe duke mos vepruar drejtësia, pajtimi e falja bën akoma më vështirë. Në rastin e kundërt, kur vrasi është në gjendje të ndaluar, pajtimi dhe falja janë më të lehta për të bërë dhe familja e dëmtuar e viktimës është pak më e qetë shpirtërisht për të dhënë mundësinë, dritën për pajtim dhe falje. Mungesa e drejtësisë në shumë raste po nxit krimin në emër të kanunit, thot misionari i pajtimit të gjaqeve Pjetër Gjoka. Na vjen shumë keq, nuk e duam që të kemi në dorë sot kanunin, po na ka mbetur në dorë dhe jemi detyruar sepse vetë komuniteti kërkon të vetë rregullohet me këtë kod të vjetër shumë shekullor. Sigurisht kjo vjen për një arsye të fortë, për vakumet e mungesën e veprimit të shtetit të së drejtës. Arsyet kryesore mbeten, mbi 70% të rasteve të krimeve dhe të vrasjeve në Lezhë janë për arsye pronësie. Për tokën në fshat, në qytet, për trojet, tokën trull e të tjera. Problemi i pronës është një bumerang e të mërshme që po vuan në mënyrë të veçantë Lezhëa. Përgjatë 10 viteve të fundit, në qarkun e Lezhës numërohen një sër vrasjesh të ndodhura për gjakmarrje, pjesa më e madhe të cilave ende të pazbardhura.